Samuel Zhbogar po vjen për herë të fundit në presidencë, por për ta pritur atë nuk doli zoti shtëpisë. Në vend të tij, mirëseardhje uroi njëri nga këshilltarët. Më pas, gjatë takimit, presidenti pati fjalë të mira për punën e Zhbogarit si përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë. Si e veçantë sot të takosha me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian zotin Samuel Zhbogar, me cilin kemi punuar thashë 4 vite gjysmë bashkërisht në procesin e zhvillimit të Kosovës, të rendit demokratik, të perspektives evropiane, konsolidimit shtetit tonë. Edhe në këtë takim i parë i shtetit nuk la pa e përmendur ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Presidenti Hashim Thaçi ka bindje se çështja e demarkacionit do të mbyllet më 1 shtator. Dua të shpresoj dhe besoj fuqishëm se do të përmbyllet me sukses edhe kriteri shtesë çështja e demarkacionit për liberalizimin e vizave që do të ndodhë votimi në Kuvendin e Kosovës me 1 shtator. Ajo marrëveshje për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi është e saktë, është e drejtë, është interesit dyanshëm, interesit euroatlantik. Për demarkacionin foli dhe mysafiri. Tani keni rekomandimin pozitiv për vizat në tavolinë dhe sinqerisht shpresoj që me 1 shtator deputetët e kuvendit të mundsojnë që procesi i liberalizimit të vizave të ecë përpara, në mënyrë që qytetarët më në fund të marrin lajmin e mirë. Thaçi garantoi Zhbogarit se do të përmbushin obligimet e marra nga Brukseli në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ne do të vazhdojmë edhe implementimin e gjitha marrëveshjeve të arritura me Serbinë dhe do të punojmë për një dinamizim të ri të këtij procesi për arritjen e marrëveshjes së madhe politike që do të çonte drejt qëndësisë së mirë, pajtimit dhe bashkëpunimit. Mesazhe për presidentin pati përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë. Ai tha presidenti se është koha që Kosova të ndryshojë, madje kujtoi edhe kohën kur ka ardhur të shërbejë në Kosovë. Çfarë më rëndësi është se ndryshimet po shkojnë në kaje pozitive në rrugë të drejtë. Kosova si shtet i ri i dal nga tranzicioni pati shumë lëvizje dhe ndryshime pozitive që gjithmonë kanë shkuar në rrugën e duhur. Zhbogar në fund të muajit lë Kosovën për të vazhduar me punë të njëjtë në shtetin fshinj në Maqedoni.